Përshëndetje. Ende jemi te llogaritja e sipërfaqeve të figurave në rrafsh. Shpesh ndodh që figurat të cilat janë detyrë për të zgjedhur nuk janë thjeshta, pra domethënë nuk e kanë formën e drejtkënqit, katërkënqit, nuk e kanë formën e rrethit thjesht, por janë më të përbëra. Pra nuk kupton kjo që përmbahen prej 2 ose 3 figurave në një. Këtu sot e kem pa të arsyeshme me tregu me një shembull, tani këtë shembull mund me zhërnu tani edhe të rreth, edhe të drejtkënqet e kështu me radhë. Na kallon detyrë të caktohet syprina e sipërfaqes këtij ramit. Po thoj mund më konë ose dritare, ose diçka një hapësirë, ose këtu e kem shtëpinë e rreth shtëpisë sipërfaqe, nuk është më rëndësi si problem, vetëm kryesor është çish mund me llogarit. Matematika e ka një të mirë se të lën liri të zgjedhjes. Domthonë ti mund me bon, me zhvillu, domthonë fantazinë tonë edhe mund me llogarit, me provu, me zgjedh, me lloj metoda. Po kanjëherë qëllimi kryesor i nxënësve edhe studentëve është që detyrën me zgjedh sa më shpejt edhe sa më pak domthonë më pak llogaritje edhe më shpejt edhe se sa herë llogaritjet bëhen më të gjata, atëherë gjasa për me gabu është më e madhe. Për shembull, para se me llogarit me qëtë formën që shekon bërë këtu. Qëtë sipërfaqe, na lirisht muj me dalë lloj mënyra. Për shembull, e dojmë qëtu qështu, këtu e keni sipërfaqe, pëzëme që këtu e një sipërfaqe, edhe këtu e keni sipërfaqe, S1, S2, edhe këtu e keni një sipërfaqe S3, edhe S1 S4. Domthonë S1 plus S2 plus S3 plus S4. Tash, S1 edhe S2 janë të barabarta, edhe e llogarit njëherë S1, njëherë e llogarit qëtë S3, 2 S1 plus 2 S3, edhe del që kjo sipërfaqe. Ka mundësi me prej kështu, sipërfaqe me llogarit kështu. Nuk ka, domthonë, ka mundësi qysh, domthonë, gjasat janë të mëdha qysh dush, mund ti edhe qysh të me prej. Që, sigur dritarë kur ti presh në qusha, qëta profile, domthonë me llogarit njënës edhe 4 herë njënës. Domthonë, kjo është vetëm si një, me tregu si një opcion, se sa ka mundësi, domthonë, opcione për me zgjedh një të detyrë. Edhe nëse buhen llogaritjet e drejta, atëherë rezultati me pa marrë parasysh me cilën metodë ti ke zgjedhur për me llogarit, rezultati del i gjatë. Po na çka mas pari para se me fillu detyrën me zgjedh, na do të me vrojtu figurën në këtë rast. Ose trupat, ose diçka tjetër, çka do, ose në detyrë me të panjohur. Kryesore, çka na tregon kjo figurë? Kjo figurë nuk e këshyr njëherë rreth pjesën e mbrëmshme heq. Kjo shifët që është një katëror. Domthonë, është një katëror. Edhe na, qëti katërorit që është me njënën qëti katërorit, na në qoftë se nuk janë caktume, ti mund milion n, ose mund milion. Për shembull, ky ka thonë është një katëror me brim 25 cm. 25 cm. Katërori i ka brimt e njëjta. Domthonë, A-ja është 4, A-ja, domthonë të dyja janë njëjta. Domthonë, A është 25 edhe këtu është A 25.
Do më thonë, pej e kem katrorin e këtu e kem tash si për zakonisht kur do me llogarit, kur do me bo diçka ose do me zavencu, atëherë do ti me shenu se përdyshe ai që e teston ose që kontrollon atë faktesën nuk di çka ke boti. Ti zomon e emërton, për shembull thu, çesaj sipërfaqes, unë e pi them esnish. Çka është sipërfaqja e esnish për ty? Është që kjo kejt, pa këto mrena, do më thonë kejt. E ki esnish është, çka është A në katror, do më thonë A në katror, pse A në katror, sa është katror, edhe A në katror, sa është A-ja e kem 25 në katror, 25 në katror është 625, çfarë njësi e centimetër katror. Tash, po, na shifën që do më thonë, kjo nuk është e tëtë sipërfaqja që po dojmë llogarit. Kjo një pjesë, do më thonë, nuk është pjesë, do më thonë, e sipërfaqes, qësaj sipërfaqes për bërë. Tash, qësaj anës sipërfaqes të nësishme, ja jek, minus. Kjo ka rëndësi shumë, minus. Nuk është si minus si plus. Se me pas bo, me bo këtu plus, tani i bjen qësaj sipërfaqes ja kështu edhe diqka, edhe këtë farë tokën e këshijës që i ki gjeton. Po, kërësore, ti do shmedi që vjesh operacioni minusi, do më thonë, pini pjesës të madhe, ja jek të mrenqëm. E tash që kjo mrenqëm e shka është, edhe kjo mund ti me lon M. Kësa i kena thonë personi B, B, edhe sipërfaqja S2 është e barabart me B në katrun, B-ja shka është B-ja, B-ja një 15 cm, kena thonë, do më thonë, këto brindet e qëti katrorit mrenqëm, është 15, mund me llogarit 15 herë 15 është 225 cm katror. Tash, sipërfaqja që po dojmë na me llogarit, sipërfaqja e të nësishme. Kjo është tash me formulë që na e gjetëm këto. Do më thonë, sipërfaqja është kur pej katrorit jashtëm i jekim katrorin e mrenqëm. Kjo i bjen shkurt e shqip, kur ata që për me di qka është kjo fërë, është sukur a ke po bukën kur në mramje, kur dojmë me hongër bukë, i prejmë ata katrorët e bukës, këzojmë që të përthojmë. Kjo është buka prej një prejnë e të thore, përthojmë. Qështu? Qka bujë këtu? Zakonisht fëmija vogël ata që janë të halishëm keq, shkojnë e hajnë tullin e bukës këtu. Do më thonë, e hajnë tullin e këtu, zakonisht prindve ju jetë me hongër korët. Kjo do më thonë, jetë me hongër qëto përame. Se këtë tullin e kanë hongër këta fëmija vogël, që kjo është me lidhë, do më thonë, kur pi pjesë për ketë sipërfaqes pjesës bukës, i hje këtë ulli jetë sipërfaqja e korës së bukës. Do më pra fërdesh që me i lisu shkapi bjen, që kjo farë paka shumë kjo është qësh dohet me rezonu, qësh dohet me menu për mi zgjedh sipërfaqet e përbëra, ka njëherë ndodhë, e kem qështu sipërfaqe. Tash, kur e kem këtë sipërfaqe kështu, natyrisht se këtu gjatësit tani janë dhonta, gjatësit janë dhonta, ose në qëse nuk janë dhonta, diçka pa u dhonë, nuk ka në se nuk ka mundësi, tani e mund me da, ose e donë qështu, tani e thu që kështë sipërfaqe, plus që kështë sipërfaqe, okej. Po mund me fillu me da edhe kështu. I thu që kështë sipërfaqe S1, plus që kështë sipërfaqe S2. Tani, ki lloj opcione. Ka mundësi me bo kej që kjo, tash. I thuni S1, qësaj qëtu,
I thuni S2. Tani sipërfaqja është që kjo që e llogaritëm si këtu. S1 të madh ja jep S2 e vogël. Çështja është parafërsisht mënyra se si llogaritëm sipërfaqjet e përve. Në video tjera do ta bëjmë edhe një rast. Zakonisht këtyre farë onazën ose përquzve parasyje se ato janë shumë të rëndësishme si në elektroteknikë, si në makineri, si këto detalet, do më thonë kur i ki atë farë bulonat, e kur do me llogarit që të farë si përfaqet këto janë shumë e rëndësi që është llogaritët, një pjesë, këtë gjë e mirë, e nxënësa studenta, i gabojnë ka njeri përzim, kështu që do të bëjmë një sqarim të veçantë edhe për këto si përfaqe. Ju përshëndes.